Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezërit të mi, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Gjithë për i ndëgjoni hoxhallarit të thonë bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Çka e në këto parathanje në këtë gjumë? Bismillah, është që diçka pa bismillah kur gjën zbahat marë. Pi shpis me dal, në shpi me hi, në gjami me hi, pi gjamis me dal, buk me hangër. Bismillahi është qelësi kryesori jetës. Prandaj duhet me mësua fëmijët e kretë familjet, pa bismillah asnjë punë mos me e ban. Elhamdulillah është një fjalë e çuditshme. Allahu e ka filluar Kur'anin me fjalën elhamdulillah. Kur ta çelish mushafin, faqja e parë Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdi është për Allahun. Si mos tjetë lavdi për Allahun me merit, për kanë është lavdi. Hajri, për ty e për mua. Hajri, për ta qesim ty, lavdi hajri. Ti desish, jesim pa lavdu. Lavdin e hoxhës për qesim, këtë shkall. Si mos të është për Allah për kë. Por njeri ju nuk thot elhamdulillah prej vezvesës shejtanit, se shejtani selam e thonë elhamdulillah. Edhe ishti me bë kibër, mendje madhësi. Allahu për kibër në ka kallëzu në Kur'an shumë interesant. O ti insan që po bësh kibër, mendje madhësi, galomani, kryeneq. Apo kujtohesh prej nga çka je i krijuar? Surat at-Tariq. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Le të shikojnë nga çka i krijuar. Çka bëhet mimma indafik, prej ujit të spermatozoidit. Po të kallëzone nga çka i krijuar. Nga çaj ujë që kur të kryet procesi, çaj ujit duhet më shkon në banjë, më bëhet tush. Që nga çka i krijuar, mos u bën në madh. Ti jeni krijesë. Allahu që të ka kryua, edhe të ka mësua, edhe të ka të regua më qka e fitosh dynjan dhe akiretin hajri. Sot hajri s'kom ju në shumë në qafë, masi jam i 100 vjetë. Kretë në namaz thoni, Allahumma rabbena atina fi dunja, hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dy ajetet Kur'anit. O Allah, ne jep të mirat e dynjas dhe të mirat e ahiretit. Allah i na ka mësuar shka më ju lut. Se ka njeri ka plot shkën çabe hoxhbe, shka më lut këtë në çabe. Si mos ta ka mësuar dikush me para përgatit një mesdin. O pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë lutni Allahut jo vetëm çabe, ku do çofi, lutni Allahut për nevojën më të vogël që ke në dynjë. Sa ja Rasulullah, nëse s'ke edhe lidh se të kpucëve me lidh kundrat, thoj ja Rab, bëni një dres ku i pas edhe çato. Se ti s'ke gjandore, habibi. Ti një frimarje me tunel shkove. Janë gjiti filanit, edhe selëshaja, po çka, o qa që ka? Me të parën. Dhe një hëlen e dytën e me tretën, për dhe një me të parën e në hëlen. Prandaj fjala elhamdulillah që pejnini hoxhallarët të thonë, është e madhe shumë, lavdi qoftë për ata që me merit lavdohet. Elhamdulillah. E ka thënë pejgamberi, për që tonë këpisht, afdalu dhikri më i mirë, përmendja e Allahut më mirë, cila është ma mira që ajo që të gjithë pejgambert me që të përnartë, në të njëjtën formulë. Fjala la ilaha illallah. La ilaha illallah, shahadeti. Që asë njëherë buzët nuk i mshelish. Qa që kollajë? La ilaha illallah. është qelë si gjenim. La ilaha illallah. Edhe vetëm 3 gërma në arabisht e i merë me veti. Lamin, hen edhe elifin. La ilaha illallah. Qelës i lejtë, ama mos harroni se ka ki qelës edhe dhamëzor. Gjdo qelës
Ka dhamë, po ja. Dhamët e këti qelësit tonë që e qelë gjenetin, cili është të gjerë që e qelën, dhamët e këti qelësit janë me respektu Allahun sinqerisht, me adhurua sinqerisht. Sinceritetin janë, dhamë i parë. Se ka një hera dhamë plëtë, me është inë vërës në gjatë, vërës më ngrik ne ngreja ne seqe, se ke qëllua. Si t'ja qëllëje e qëllë. E këto që ja qëllën, për i përmendin një 8 pikat shkurta, që se cili e manë mend ka një. E para prej atyre është, gjdo punë që e bënsh, gjdo punë që i bënsh, thu ja Allah për e bënj për hatër tëndë. Për Allah. Që kësa i thejnë, sinceritet që ti. E dyta, me respektu babën jo, dham i dytë. Po mësë me se respektu, vallahi mësë me respektu o Miridian, ku jeti. Mësë me respektu ti babën janë, kote kije që ke shku në gjabë, ani që ke hargjua. Edhe ke dalë bukë më hamë, ketë që ke në lëqë këto. Që shoqë, gjithë kë mund, gjithaj mund. Nëse së respektojsh babën janë, kote kije në haqëve që shkësh, edhe kote kije që falish namaz. Hoqë, s'ka sërtë! Jo më shfarë sërtë, këtë butë jëmë të hoqë. E dyta. E treta, ndërimi familjar, grua burë, burë grua, në mënyrë shumë reciproke. Numër 4, edukimi fëmijëve. Numër 5, mbrojtja fesë tënde. Ti e bërshlia për fejnë tënde. Numër 6, sigurimin e vatanit tëndë. Ti e bërshli me rujtë e me sigurua. Numër 7, parën që të fitojsh me kursyje, jo me qitë në duhan, në drogë, e në rafi, e në shejton lëqë, e në dëpsës lëqë. Numër 8 dhe e fundit, moralin me rujtë. Moralin. Qasaj që i them në opojqe, sa dhe unë jo pojarë, nësë haroni, a gjithë Skënderë unë jemi këti në trevave, po? Jemi 12 kilometra vijajrore deri në Zapluzhe. Po jo i zalë të Zapluzhës, unë jemi edhe i Ronapit, për të Zapluzhës. E fundit e teta cila është morali qasaj që i them në muzi. Më konë familja pa në muzë shka bëndë. E vladimi pas rrugaç, ka bështë, këthina ka prapa tash. Vatanin me ta grabit. A përshësh ka pëndodhë për një copë për 600 hektarë poshtë në Shqipëri. Jo 600, asë një hektarë s'kemi për të shqipë. E jo 600. Vim manal, nëse ti nuk e dërnë fejnë, e nuk e manë fejnë, që shdo me kanë e vlatë tu të edukua më në fejnë. E me thonë, o babë, e ojnjanë. Kur ti vetë se kanë kërkun të hiqë. Unë e di se traditë se kemi na, ama e di. Kush prej juve e ka puth babës edhe njonës duar të se faqët të se babën? Da jemi krijes e eger. Shqiptarët kemi veti e të eger që se bëjmë këta. Hajri? Dohet më u edukuat. Shkojmë prapë hala manel. Sot me gratë që jemi bëtë copa. Pse kështu? Shkojmë edhe manel të baba të nona. Të baba të nona qëtu është meselja kyqe shumë. Dini që nëse një prindë nuk respektohet me një familje, drejt që i ka me i hongër fijet, bereqetit s'kanë më pas. Edhe këshyri që ato familje, le të kanë sa le të kanë pasuri, po së kanë respekti i prindve, shihni karakterin dhe moralin familjar, për cilën e situatën, e shihni vetë, s'ka nevoj më në artë një barametet prej që të kaj, e mi amatë me ati ishi pasene. A i sen që dukë. Që kjo a i qelë që la ilaha illallah?
që kjo është ai qelë si la ilaha illallah. Me dhëmzor të vetë. Elhamdulillah. Lavdi për Allah. Që të gjona që unë për ju këndëzoj. Hoxha i ndiri, po ka thani falë, dhe shtë të gjona dhe si kemi nije, si kemi nije. I ndiri në me këm pas në dhanë, si këm dhe mësim. Para 20 vjetë, sa vjetë më është? 27. Ja Rabbi, ja Allah. Kretë nga duhet më keni kra. Qysh? Dy gjona në dynja për nga duhet me i majtë në emën të Allahut. Dy gjëra. Unë i spjegoj shartët e islamit, jo pësi kuraj që kështë thonë 33 edhe hoqën me shtinë provim të ashtaj, e një ka harruga. Unë i thëmë dyja në të sharte. Qka ka urdhnu Allahu me e ba bane, qka ka ndalu Allahu mës me e ba mës e bane. Dy sharte, ma këllaj. Ato janë halal edhe qëtë. Me halal hinhet në gjenet, me haram hinhet shumë letë. Mere trejve në tonë, në pojë, edhe gore. Edhe gore, edhe në pojë jemi 2-3 që jemi kretë musliman 100% a gjithë skeneri jemi na. S'kemi këtu as ram, as katolik, as... Hiq vetë të unë janë vlazit bëshnjak, që ta tash bëshnjak të thojmë, për para Gorani këmi thonë, edhe në shqiptarët që të në qëtë, o poja të në gore. Kretë jemi musliman. 100% të mund kja. Ama, pyeta në 100% praktik. Cili fshat është sot në këto 2-3 vogla pa raki në për shqitorë. Kretë fshat në thuje se kanë alkohol. Unë e di që kanë disa që s'ka, e di ju. Bredë s'ka në s'ka, kuki s'ka, zapurgjët e në s'ka, blaqin do këtë data s'ka. Ama, ja. A di shka të më thonë të jemi një trevi islame muslimane. Para 3-4 vjetën ndëgjova në Bredësar, kanë ardhë Moldavike, Ruskia, Polake, Ruska, Shkine, Serbe, me lujt femnet, e me dalë femnet tona me këshyre të që ka pëllull, edhe ato, për mes Ministrisë Kulturës dhe Arsimit, edhe për mes kryetarit juj, që i kanë pranu në Bredësar. A Bredësar është një fshat që ju vete dini, është fshati më fetar i opojës, ose s'ka shpi që s'di Kuran me lexuo, dhe s'ka shpi që s'on ka një haxhi, e kështu më radhë, aty kanë ardhë të ai vendit të shkolla, në s'kini nije, po unë kom një, se kjo hapë të sa inqizume, të ashtit me pa, kanë ardhë se s'ka kush më naknu e neve këtu, veç Moldavikat, Rusijet, Macedonkat, edhe Serbionkat. Këtu e kemi prish në diçka që në karakterin tonë, moralin tonë, po depërton dikush tjetër. Edhe po e gjenë formën qysh me depërtua. Për një zapurgja ati lamë. Kanë qelë 2-3 restorante, i kanë ras ma alkohol. Kur po shkoju? Kur po këshirja trafin, a raki? Po dalë për i restorante. Bilet pakte në një njërë demonstrative për dalë. S'ka një edhe me hangër me pionat, ose boj qirat pëse hargjajta e 10 euro, 20 euro. Ama edhe bjeshkën doni me bon haram, hajde pra, mërën edhe me i tuf derre, rujmë të rujmë në përmalet tona, se dele s'ka, lop s'ka, tut një derre të rujmë nalë. S'ban kështu, vëlla jam, dy gjone jemi për mi majtë, halalin me majtë, haramin me luftu, vëlla jam. Kënë thonë disa herë, kur jem kanun imam, se tash jam edhe në penzion, po kur jem kan imam, jeni më halë, ju mifni, ju shumica, atje thash, vallaj, kanë vdek burrat, se kamioni me alkohol, për mi gurit thyjet, zhurit, nuk del këllaj, po burrat kanë vdek, del me qka ta duesh, bile. A di qka të më thonë burrat, jo mashkujt, burrat. Ata që i ka përmend Allahu në Kur'an, Rijal në surët Nur, Rijalun la tulhihim tijaratun vë la bejun an zikrillah. Burra të rrugës Zotit, që për asgjohën nuk mashtrohen për me e
shkatrua moralin dhe karakterin e popullit. O të nderuar vëllezër, Haxhilleki që kanë shku këta në Haxhillek, Hoxha Indiri tha është një farz. Një farz i çuditshëm është. Edhe plot tash shqiptar që s'kanë dinë iman, ma mirë këndash një bon spitale, shkolla, rrugë. Ja dhe më spedani dhamat fjetjes, më vë juve. Ja në si katolikët që shprehet. Ose si ata enveristët e vjetër që thëshin, enveri, po më ledhë pare të Haxhillekit e i ka bo rrugë. I kish mirë Shqipnin me rrugë. Kur shku mas një rrugë se kish bo. Ma rënagjia s'ka. Sot Shqipnia mas 140 vjetëve shtetë, zonat rurale i ka katastrofike. Kër po vim të përdojnë, ju zinë qytete. Pse? Me të vjedhe. I zotë i shpi, si të vjedhe, e fikën e të shpi. Zotë të shpi, si të janë hajdoq, e fikin shpi, s'lanë bukë me hangë ati. Qashtu që kanë fikë 4-5 vite. O vllazërit e mi, Haxhilleki shtyllë e dinit islam është. Këtu du me juve një shënjestër, krejdëve. O alillahi ala nasi, e lexoj Hoxha Shqip, borgje kanë Haxhillekin me e ban, kush ka mundësi. Pjesa dyta e ajetit, pjesa e dytë me që deri në fund ajetit duhet me kështu, të pika. E kush e kundërshton këtë shtyllë, Allah i narut, kush e kundërshton këtë shtyllë, bëhet qafir. Hajri. A je me mu? Nëse dhe, po pa tjetër do të me bëhë komunikativ tash me mu. Në para bisedim këto. E kush e kundërshton këtë shtyllë, si kur kundërshton namazin. Ai që thot namazin së përgjon, ajo qafir. Tash një më që me neve me thonë, Allah i narujt, mës me pranu namazin, së përgjon anë i kënje me thonë, me bindën e ti si budal, na kretë kemi dëshmu që ka thonë që shtu, as zban mja la gjenazën, as mja falë gjenazën, as me shtinë vorës muslimanëve. Sa e kafir. Kafiri zban me hinë të vendi ku hinë muslimanë. E duhet mja gjithë një vend qeter. Pse po du një dhonë shenjt madhë hargjit që tu, se për shkak hargjit kemi ardhë që tu na. Për sebeb Haxhillekit kemi ardhë që kjo shpi. Allah i kabullish, Allah i kabon. Ama, kush e kundërshton? Na me fjallë se kundërshtojmë, po du me ju vunë pa në njohuri që me vepra e kundërshtojmë. Qysh be hoqë? Qiro ma shumë këtë punë, ta qirojmë pak? Njani prej miqve të mi që isha unë, prej zërën imam, edhe ku s'kom hecur, kom dalë dy njane, kom shetit, po më thëtë, e hoqë, apo i pelqeri shka kam bote shpija. Hajde për shpeta, në i shkrim, kush të thot, hajde, në shkrim, kur kam kohë. E kish bo një fjetje, dhamë të fjetjes, me mobiljet Kinës. Edhe kish bo një kuzhin në villën që kish bo, kuzhin me drunë të Pakistanit. Sa të bonë të dyjat? 36.000 euro. A e konë Haxhillek? Sa ju? Ka vdekaj. Tash aja lypin atje kuzhinën, aja lypin dhomën e fjetjes, a Haxhillekit aty se dijun. Për të vdes une, e di shka mu kanë në një. Ati shka kanë me lyp, edhe ka vdek. Për fund, si formull, po jo i japi, për fund, që ju matni sendet vetë, ju matni. Se duhet me avlonë masa mi matë gjonët. Mës me matë ti në masë me masën tënde. Jo, ju matë një gjeret. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në fenë tanë,
Gjenet prioritare, cilat janë ato që janë obligative. Ata vojnë haxhin 7.000 euro, a dhomën e fjetjes. Po ty deri fjet. Unë në firë me këm fjetë, vallahi po. S'di ju 3 të firin e adini tash. Ju s'jeni 3 veç. Unë në firë, në firë më ka bënë në jam. O, pasha zotin. E kur u bane ti me fjetë një krevet kines Gjekiqenit, një krevet Gjekiqenit që e ka bënë, ti sën po flinë ke pasë si krevet Gjekiqenit. Cila ka prioritet? A Haxhillëki a që i shtrati? Mati vetë. Shkova të një gurbetxhi i jani, katenari imi. Jashtë. Edhe a i s'pomlet e vlaj e më nejtë, po thot, në kësherin jemi, po të vlaj bolt ka ty. E ja flit e kësherini. E të kësherini po fla. E kishë bani dhëmë të fjetjes për marak. Sa shë kushe, kësherin, o kushe. Ku flesh? Tha që ku flesh, atje. Një krevet i keqë. Po pse këtëm, që ke banë? Tha vallaj këtëm, tha e këm bove, halë, këtë si për më thejnë, cici, tha se, mu s'mëzaj gjumin këtë mirin, që atë keqë, që më mëzaj. Mati gjenet prioritare. A ju mërzita, a jo? Kur t'ju mërzit, të thënë, hëgja thëj stop, jam a thonë në enalë. Para një 5-6 vjeta, 20 ndështa, ka baba, rahmetlia, ju mifni, unë i zapë uqës, një i begajve jenë. Baba e shiti do tokë dhe në banë kretë, në vlazën këtë banë me shpia kretët. E prej qasaj tokës që e shiti, se që ata kishë kretë zatën, a i rria në shtafon dhe njëherë me mlatë këllëmosën, da? Edhe mi dha muhe 9.000 marka. Halas ke bon euroja, halas kisharë. 2 ari u boshin, 2 ari. 9.000 marka. Po shitet në Beligrad një Suzuki Marotti e vokës. 9.000 euro, 9.000 marka, po bëhat kësë. Një gjemat li, po më thot o hoqë, janë 2 Suzuki, shkemi marim ka 9.000 euro, marka, hajtë të pyriti që të ma plakim. Shpia e unë që kisha që mëra për hise për babës, e kishte 60 vjetë kulmin, nga thëjmë atje në Prizren, s'di këtu a përdorni, me qërëmidhet ma gjybit. Që ashtu për i thëjmë atë? Qërëmidhet këshia ujhin ke kamos, tavani pa ploq, shpia me tërska, e baba mi dhe 9.000 marka. A i gjematria për më thëtë, hoqë që të Suzukat bëhen, ka 9.000 marka kësë, Prizren i vina. Për i thëmë babës të më, o baba jam, qështu është puna. A i baba nuk pëdi mu më thonë të baba, nëse këm pasë shkolluëm. Që bane këm pasë? Asë një ditë shkollëja. Po matematikën e ka ditë mirë, se në që në shkollën e ka bo në kohën e Rankovicit atëherë. Edhe ka udhesh brigadë të bejme në Macedoni, ka qenë brigaderi mirë, arkatari mirë, për qatë sebep edhe Allah ja ka quat detyrë. Dhe o djali jam, a përshek të kalamajnë si ti ka falë Zoti? A përshek të kalamajnë si ti ka falë Zoti? Tha shpo. Këta dojnë u djali jam, tha, strehën mbi kokë. A i përshek shpinë që më dobët. Po thotë, kësi të neqe që ke bo marakti me marat e në Beligrad, kësi të neqe fabrika hiç nalët, bo në 5 qera, po 3 parët tupin. Jepi, me këtë fjalë dashti me më thonaj, jepi prioritet o vllaznit e mi. Jam i kretë këtu të ngu e mirë. Bura grua, gruja thët të bëjmë odën se këtë kënë bo qyshëllëkat mirë, në asë një regal, kuzhina të ke patë filoni farë kuzhina.
E kuzhinën e ka bo kur surët me angën to, se as një fi, se ka këto, veç me pa drasat asaj kuzhinës, se ty be dhe vetë s'ka hi e kuzhinën, kër e bushish me evlat, e kër bushët ma në të ardë shpi, sot kuzhina e heshme, se 2 vetë, unë jem tash 2 vetë në shpiteme, ty be në kuzhinë që hamë, vallaj s'ka hamë kuzhinë, po ju betohëm zot që nuk ha unë në kuzhinë. Pse po 2 vetë? Kush bënajt në kuzhinë? Atëherë pra, t'i japim prioritet, që asaj që thamë fillim matë e vetë. A haji, a kuzhina. A zëgjatin me dhonë, a mës me dhonë fukaras. A me falë namazin sabah, a me ngu shejtanin flinë. A me shkon gjëma me e vlad, a me shkon piknik në malë më knaqë. A ma gjeru Ramazanin mësë më hangër 15 orë, 6-18 orë verës, ta shveç ka hinë periudën në dimnit, apo më knashë në gjithë këndë. Mati gjërët. E shtyllat e dinit islam këtë pikpamje kërë dini, jenë 5. E para është që atëm se thash në fillim la ilaha illallah, qelëci, më që ata thamë zorët që ja përmenda, për ndryshe nuk e qelë dherën. Si ti ka të mëzorët në regullë që ta që i ka, isha Allahu Ta'ala, bismillah, ka me qelë dherën. Mandaj është namazi. Namazi është shtylla e dinit islam. Allah i në rujt, Allah i në rujt. Kush e le namazin, me qëllim, pi qefit, del pi dinit. Fëtë fatë e ranta ki hoxha, begi, kanë thonë sati për këtë zaplëgjoni një e gjërën pa. Jo, pyti këtë hoxalarët që kini, 24 i kini këtë në përë. Namazi, shtylla e dinit. Nëse që kje shtyllë sa, kje qadra bjerë poshtë. Nëse shtylla e dinit sa, bjerë dini poshtë. Për atë sebe, duhet në kretë me betua Allahu Gjelle Gjelalu se muslimani jemi, kemi thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, 5 vaktin në vaktin e vetë. Edhe aton 5 vaktin në vaktin e vetë. Po me elonë sot për nesër drek një qini në këshëm, ja, po në Kurani që ka thëtë, fevejlun lil musallin e ledhina hum ansalatihim sahul, e ledhina hum juraun e vjemna unë il maun. Të mjerët ata të cilët e falin namazin me vënes. Të mjerët, jo të lumët. Për falin edhe të mjerët prafë. Pa ata që të falin. Ramazani e kaluhet. Të zeqati është pak puna që ta dini. Një shtëpi që ka një pasuni me vlerë 40 dele. Me vlerë 40 dele. Me vlerë, se ta është dele s'ka kërkush. Me vlerë 40 deleve, e i ka një vjetë, ja ka zonë një vjetë. Ramazan, a i ka zëqat 2.5%. Sa janë ato 2.5%? Prej 40 deleve del, një dele. Po mi pas 39 dele, s'ka zëqat. Mi pas 70 dele, një dele. Kër të bëhen prej 40, 120 dele, 2 dele. Se zëqati nuk është për me mund të ekonominë, për me shkatruhe. Jo, për me kalëgju fukaras që të kje hisën ti. Të nja je jep zëqatin, edhe nuk e jep me thonë qëra unë e po të ndërëj. Ja, me zëqatis të ndërëjsh, a jo farë obligimi ti. Ti e ndërëjsh me bujarin tënde, zëqati në bujaria Allahut në pasëni që të ka farë. Zdut me ta ditur në përnerë, këtë se blip këtë zëqatin. A këtuat, qëka është? Prej pasënis tënde, të fukaras, ose jetimit, ose sadakatul fitrin, kërë japim për Ramazan. A me ditë për nerë pëse japim vitrin? Jo mërë për pragjerimin tënde, të thonë. E kështu më radhë. Janë pra, feja janë është një ambrel. Feja janë është një ambrel. Që i mbledh që të gjona që pak a shumë, dokën shumë kështu, dokën, feja është, zorë më majtë, jo bre zorë sa më majtë, hani dhe ushqeni prej halalut, lërgoni prej haramit, edhe selam aleikum, thani. Për krahën e halalit, urrejnë e haramin, edhe u krypune. Shumë letë është.
Jo me I ba 33 ato shartët, se njani kështë met në zërë, ja këshin bërë shartë kjo vicës, të regim. Kalëzo sa shartë e kje, sa shartë e ka feja, I shkujtu, I kështua, 300. A 300 e kishë valë që s'pi dike, e kishë rej, e kishë stakatua. Edhe kështë shu, kështë në gjatë qëtë, në qërë edhe se përpyqin atje në post blok sa shartë e ka feja. Ka thonë për shartë 33, ka 33. 33 pas kanë me pytë to e daja. Unë 300 I thashtë edhe më shko kërdhuën të. Ata kështu kanë menua që numër I madhë. E lusim Allahun Gjellëshanuhu, ja këtë bon kabul kësaj familje haqëllëku. Edhe kretë ata që janë gëzu me ta paqin se vapin. Edhe këtë buk që janë hangërën këtë familje paqin se vapin. Edhe që kemi jarë deri që tu për një doj buk se mi konë në angush, për përbenderuhe se o konë vendin më të shenjë. Logarit një dhe ju për të shkoni me një vend ku ka shkela tokë maj mira krijes. Resulullahi sallallahu alaihi sallam edhe maj mira krijes prej melekve Gjibrili alaihi salatu salam ku ka prej mbi 7 qiell urdin e Allahut me që me shpall Kur'anin famlar të Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi sallam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ju ndëroft për pjesëmarrje, edhe Allahu ju ndëroft që në ndëgjuhet, edhe Allahu I dhasht bereqet kësaj shpije, edhe inshallah asni shajnas në kjetë në haqë pashkua. Inshallah në mod të shohim kush ka pas ka mënda të jetë. Hajde, shka më shta qeka shti. Ma mori Allah, salam alaikum.